Pra, brez që nuk do të punoj. Sepse kanë modelin e Instagramit që i duan gjëra. Dhe të lërëson të babajnë. Pikërisht, brez që nuk do të punoj. Se dëgjove Gazi. Përdore se s'do merrem me batutat e Gazit. Po tani jemi emision serios tani. Kur shkojmë ke podcasti Gazit, bëjmë emision e Gazit. 3 herë tha. Tani, ja bëre reklamën 3 herë. po e meriton ai. Tani, ky brezi që po rritet, që s'ka dëshirë për jetën vazhdim. Ska projekt, ska strategji, ska ide. Na pas ka shkruar investimi kot. Atëherë, kjo është gjithë e the shumë bukur. Fëmijët janë investimi i një familje të caktuar, kushdo qoftë ajo. Dhe po të bëjmë një përllogaritje, prandaj thashë të mbështetemi diku në një historik familjar tonin. Sepse gjithë ne që kemi ardhur këtu kemi patur një familje, të paktën para 90-s, po. Jo, që kur duhet ta fillojmë edukimin me fëmijët që ta dëgjojnë. Atëherë, edukimi me fëmijët parimisht ka ardhur një moment shumë interesant, tha Gazi çfarë. Nëse ne i martu 29 vjeç, sot po martohen 39. Që do të thotë kemi diskordancë 10 vjeçare. Pra kemi një vonesë 10 vjeçare në edukimin e fëmijëve ose në përgatitjen e tyre për jetën. Po pse more mondi kush ne mësojnë e dëshirën për punë. Po prit. Edhe mënyrën se si do të punojnë për gjeshmërinë. Po çfarë do të thonë kjo? Po ky shqiptarës ja hap derën, do t'ja u bësh ti punën, marri lekun dhe të kish të di rrogën fillim para se të filloj bëj punën, domethënë. Kupton tani çfarë diskordancë është? Ne të gjithë sa jemi këtu mbajmë mend hapat e babait kur vinte në shtëpi krap dhe gjithë ishim në këmbë. Nërsa kur babai sot hynë në shtëpi fëmijë shtrije. Fëmijë shtrije ne çohemi këmbë. Shoqëria. Ka ndryshuar, jemi në inversin e asaj që ne kemi përjetuar. Dhe është kjo thyrje e madhe, është thyrje tektonike kjo në aspektin psikologjik. Mos t'ju duket kaq e thjeshtë. Vërtet martesa ka qenë një institucion vjetese. Tani se edhe njerëzit rojnë më gjatë o burr. Po patjetër që rojnë më gjatë. Martohet 35 ai, po ron 95. Po. Imagjinoje ti stoiku të kesh një nuse blogere. Të pyet çfarë profesioni ke ti, zemra ime ose zemra e babit? Un kam idenë që po e pranoj djali. Blogere? Po, prit. Që s'ka pension ai profesion? Jo, por mu po e pranoj djali, me thënë drejtën. Po ti mo ti si baba. Djali di se ç'bën çpun komun në Po ka ardhur koha. Jo. Kjo s'ka dy me modernitet, ka dy me civilizim. Kjo është diçka që po ndodhin. E prandaj ka ik familja për lesh. Po ne sapo kemi një gjë që do fëmijë. Ja, këtë thuaj. Ja, po e deshi djali unë se di. Për mua e deshi djali e dua dhe unë. A flet pak për brezin e dashur profesioni blogere. Nuk e kam kuptuar kur, nuk dua as... Po shumë reklami keni bërë ju televizionit. Është Instagrami, është vetë epoka në cilën po jetojmë që... Është vajza më e mirë që kam njohur nga gjithë brezi. Faleminderit. Faleminderit Gaz. Në studio televizioni është prezantuar kjo blogiere. Po pse çfarë ke? Unë ne Ata janë më zgjuar se ne se ne hapin mend. Nuk vjen domosdoshmërisht nga televizioni, se ne po jetojmë në epokën e ekraneve digital, vegjël, ti e hap Instagramin, hap YouTubein, hap kudo dhe ti e shikon blogeren. Nuk është detyrimisht televizioni që i sjell të gjitha këto hallet që bën kjo një blogere, po. Jo, blogerja për shembull, a di si rritet fëmia se këta o Gazi të lutem.